rregullisht për çdo ditë të japën llogari vetvetes çka baj, si do kthehem. Dhe unë këtë pyetje e kom pas çdo ditë ka kom hec. Dhe në gjithë planet e mia ka qenë si ku është ajo pika që unë duhet t'i thom boll Zvicrës dhe faleminderit Zvicrës dhe unë jam nga një vend ku duhet kthehem. I tillë ka qenë edhe gjyshi im, i tillë ka qenë edhe baba im i cili ka lyp përmirësoi kushtet e jetës vete, por është kthy. Edhe unë jam kthy. Ëndra juaj, siç duket e realizuar sot në Zvicër, për një statusi të rojës së hekurudhave, në pedagog, në sipërmarrës, në kompani dhe sot suksesi këto njerëz të suksesshëm në Zvicër janë ngrit nga Maqedonia. Atje nuk kanë mundur të arrijnë. Ktu vinë dhe lulëzojnë. Tani si shpjegohet kjo? Me çfarë ftyre, si thon popullarçe, i dalën përsëri dhe përsëri popullit edhe i lypin vohat. Faleminderit shumë për intervistën. Kam kënaqësi që të kam takuar me Si student kam ardhë vitin 82. Ato kanë qenë periudha 3 mujore si student. Mandej vendosa që të gjej një vend pune pak ma, do të thotë, ma me kohë gjatë, diku vitin 89. Dhe mu dha mundësia me një punë thjesht kështu, dhe u vendosa me punë, atëherë që ishte statusi i punëtorit përkohshëm 9 mujor, edhe ajo periudhë kaloja si soj, me një status të sekuritasit, do të thotë punëtorit të rojes hekurudhës, dhe për vendin e huaj, një jardhun, ishte një farë statusi, ishte një farë përgjegjësie, por jo në nivelin e asaj që pretendoja dhe ëndrat e mia, çka i kisha ndërtu për veten, ishin shumë më të mëdha se ajo që në fillim më ofrohu. Duket që ëndra juaj, siç duket e realizuar sot në Zvicër, për një statusi të rojës së hekurudhave, në pedagog, në sipërmarrës, në kompani dhe sot si gjysh i lumtur për niprit tuaj që keni bë një status krejtësisht ndryshe dhe për fëmijët tuaj një bagazh krejtësisht ndryshe nga ajo që keni ardhur ju. Ma thuaj, një shqiptar që ka tentuar të bëjë diçka në një vend të huaj, kur keni filluar të hapat e para për të punuar si pedagog? Goxha e vështirë për shkak se njëri paraprake gjuhësore, do të thotë nuk e kemi pas gjuhën gjermane. Është dash një herë të mërrish nivelin që të artikulohesh jo në përditshmëri, po në dimenzionin profesional, të arrish nivelin gjuhësor, që të artikulohesh bindshëm ndaj atyre cilët mund të të ofrojnë punë, mund të të ofrojnë besim se ja dalish për përgjegjësinë, do të thotë që ta japin, je në nivelin ta krysh, dhe kjo periudhë ka zgjatë 2 vjet. Kam qenë në mbikëqyrje të di pedagogëve me përvojë. Përpara se ju të merrni statusin e pedagogëve, apo? Po. Për të më njoftë statusi i pedagogut kishte 2 rrugë. O duheshte nostrifikim i diplomës në rrugë akademike, universitare, ose gjatë procesit punës në mbikëqyrjen e di pedagogëve dhe ata tapën vlerësimin e vet se ky është në nivelin e një pedagogu që i plotson
gjitha parametrat për të marrë përgjegjësinë e profesionit dhe thotë për cilën thirret. Dhe kjo ka ndodhur në vitin? Kjo ka ndodhur diku në vitin 96 dhe nga atëherë, zote, Nga viti 96 mund të themi se filloi suksesi filloi juaj. karriera, do të thotë, e profesionit si pedagog. Si pedagog. E gjitha është zhvilluar këtu në Cyri? Frekuentimi qendra, dhe më thënë, ku unë kam gravitu është Cyri, po, por për kohën për cilën flasim, kuadro me profil til ndoshta edhe nuk ka pas shqiptar, dhe unë kam qenë në disponim të institucioneve, qoftë prokurorive, qoftë ministrive të arsimit, drejtorive të arsimit, shkollave, institucioneve sociale, institucioneve të mbikëqyrjes familjeve. Ndoshta kam qenë i vetmi, do thotë që jam ofru institucioneve me përgatitjen që kam pas. Në pozitën cilën kam qenë unë, nuk bëhem hipokrit dhe të them që unë kam dalë, po tjerët s'kanë pse dalin. Unë i qëndroj asaj që kategoria e të rive të cilët duan të ndërtojnë një ëndër të veten, le ta ndjekin, asisoj. Mirë po, si unë, edhe ata rregullisht, për çdo ditë, t'japën llogari vetvetes, çka bëj, si do kthehem. Dhe unë këtë pyetje e kom pas çdo ditë, ka kom hec. Dhe në gjithë planet e mia, ka qenë si, ku është ajo pika që unë duhet t'i thëmë boll Zvicrës dhe faleminderit Zvicrës, dhe unë jam nga një vend ku duhet kthehem. I tillë ka qenë edhe gjyshi im, i tillë ka qenë edhe baba im, i cili ka lyp përmirësoje kushtet e jetës vete, por është kthy, edhe unë jam kthy, dhe unë jam mbesem shpresëplot se edhe guximi, një pikë të caktuar, do të thotë boll këtij vendi. Me në shenjë falënderimi për ato që gjithçka na kanë ofruar. Qytetënia ka zhënjur, nuk ka një klim të mirë për të kthyer, për bizneset, për njerëzit, të gjithë ikin. Çfarë kur vini në Maqedoni, çfarë shihni se ka ndryshuar? Për të mirë, për fatkeq, shumë pak, se unë përkas gjeneratës që i kemi përjetu edhe reprezaljet e nivelit shumë më të lartë, ato sigurisht që tash nuk janë. Dhe aty unë dita baj dallimin se në çfarë rrethanash kam jetu rinin time në Tetov, dhe çfarë segregacioni është bë në kohën e rinis time, dhe sot, dhe është një dallim. Këtu nuk bëhem në i listë, them që jo kur gjë nuk është bë. Mirë po, kur shoh dhe bëj krahasimin mes asaj që Kosova, që ka dalë prej një lufte dhe brenda periudhës 20 vjeçare, Ka arritur. na ka kalu, bëne një dallim shumë të vogël mes Ferizajt dhe Tetovës. Dallimi është E tash tragjik. aty mund ta masim, do të thotë, ngjecjen tonë. Ngjecjen e neve si qytetar apo të politikës?
Politika është ai promotori i gjitha zhvillimeve të cilat do të thotë njerëzit tonë nuk mund ta justifikojnë investimin e vet, angazhimin e vet në këtë lëmi dhe nuk di me çfarë ftyre, si thonë popullorçe, i dalën përsëri dhe përsëri popullit edhe i lypin votë. Unë e pyes veten ku e marrin, apo e kanë humbë gjithë edhe ma për gjithë shka nuk ju bëhet votë. Jo, populli si voton. Populli për shembull si u jep votën kur e sheh se i gënjejnë. E në qytetin tonë nuk ndryshon asgjë, ju vini çdo vit në pushime dhe shihni ndryshimet e zero. Kjo është relative, Liridona, se popullata njerën diku 70% e popullatës nuk del të votojë. Dhe ajo është një demonstrim në atë mënyrën që e kanë gjetë vetë. Nuk është ashtë numri. Edhe një, mendoj unë, jo. Dhe një nuk është. Jo, nuk është ashtë numri. E marrë fjallën prapë. Një pjesë tjetër, shpresa vdes e fundit, thot ndoshta mos do të bëhet, se kërkesat duke shku, duke u minimizu, edhe thot sikur të bëhet vetëm që kjo rrugë, bol do ta kishim. Sikur ta bëjshin që këtë, bol do ta kishim. Do më thënë, gjithnjë duke i minimizu pritshmërit ndaj asaj ngrehinës që quhet shtet. Duke menduar që ne nuk e meritojmë shëndetësinë më të mirë, nuk e meritojmë një rrugë më të mirë, nuk e meritojmë të kemi ujë 24 orë dhe janë një shtet tjetër si Zvicra që nuk mundet të bëhet asnjë lloj krahasimi, po themi për një shqiptar të suksesshëm në Zvicër që jeton këtu e pakuptueshme, se si qytetarët tonë, ku ju me zemër jeni ende atje, vazhdojnë të japin votën për njerëz të cilët ndër vite kanë të njëjtin rezultat. Unë me shpresën që ndryshimi do të vijë dhe do të ndihmojmë ndryshimit, unë nuk kam lënë cikël zgjedhor pa ardhë me gjithë antarët e familjes time dhe aktiv për duke e lypë ndryshimin, duke i kontribu me aq sa kam mund dhe kam ndërprer punën, kam ardhë, jom angazhu, por nuk erdhi. Dhe zhgënjimi është i kuptueshëm, por nuk guxojmë para trive dhe para atynve të cilët ju mungon edhe niveli të themi se nuk bëhet. Sigurisht ritmin ne kanë ngadalësu dhe unë do shërbehem se rrugdalje do të gjendet me shprehjen. Çfarë do të thotë për një njeri, asi ju, që keni arritur këtë sukses në Zvicër? Në qoftë se je ambicios, ke kurajo, arrihet këtu suksesi, apo është si tek ne në Maqedoni, pavarësisht kurajo, suksesi, këto njerëz të suksesshëm në Zvicër janë ngrit nga Maqedonia, atje nuk kanë mundur të arrijnë, këtu vinë dhe lulëzojnë. Tani si shpjegohet kjo? Shive, ne jemi numerikisht shumë dhe nga ky numër njerëzive tanë nuk mund të themi se edhe jemi të kënaqur me të arriturat cilët i kanë arrit, po me shpresën ngelim që të rritë gjenerata tjetër sigurisht që do ta gjej vetveten më mirë. Por kriteret për të cilat këtu kërkohen të arrijë një i ri, do të thotë janë kritere objektive dhe ato vlejnë për secilin njëjtë, kurse të ne janë do kriteret të cilat janë të padukshme, të paspjegueshme për shoqëritë të cilët janë kësaj
do të thotë që hecin, Për përparojnë. të hyrë punë në Zvicër, nuk duhet që ta njohësh kryetarin e degës partisë, po duhet vetëm meritokracia. Faleminderit shumë për intervistën. Kam kënaqësi që të kam takuar, me të vërtet shumë faleminderit, edhe pse ti refuzove, unë doja ta dëgjoj historinë tënde, edhe ta dëgjojnë edhe gjithë tjerët, sepse je një njeri me vlera, je shumë i dashur për gjithë familjen, për gjithë njerëzit. Unë kënaqësinë time një kompliment ta bëj për edhe kështu shfrytëzoj rastin në këtë emision, se në radh parë punën që bën, tregosh diçka se edhe përpos këtyne peripetive, do të thotë dhe krajatave që populli ynë ka përjetu dhe përjeton, shpirti i lirë gjendet kudo dhe ti je një nga ata, fatmirësisht që të kam timen, një nga ata që i bëjsh ballë këtij realiteti dhe mundohesh, do të thotë, ta krysh profesionin tënd si i ka hije dhe të përgëzoj. Faleminderit shumë.